Përshëndetje miq, ndodhem tek liçeni i Furstudnës në njësinë administrative Steblev. Është një nga atraksionat më të bukura të Parku Kombëtar Çebenik. Vizitohet shpesh nga vizitorë vendas, por edhe turistë huaj. Është një peizazh i mrekullueshëm, sidomos tani në stinën e dimrit. Por jo vetëm, edhe në stinën e verës është vërtet një nga atraksionat më të vizitueshme dhe ja vlen ta vizitoni sepse mund të përjetoni momente të bukura, sidomos gjatë fundjavëve. Arrihet shumë shpejt nëpërmjet rrugës auto Librasht Furstudën, e cila është pjesë e aksit rrugor Librasht Bulqis, pra një rrugë rikonstruktuar kohët e fundit. Ju ftoj ta vizitoni sepse do të mrekulloheni me këtë natyrë të bukur të Parkut Kombëtar të Shebenikut, e cila është një natyrë e egër dhe e mbrojtur më së miri nga banorët e zonës dhe nga administrata e zonave të mbrojtura, gjithashtu edhe nga ish-drejtoria e shërbimit, e cila ka treguar shumë kujdes në ruajtjen e këtyre pyjeve për t'i dhënë rëndësi të veçantë zhvillimit të turizmit. Dhe normalisht turizmi, siç e dini, sill edhe përfitime ekonomike për banorët e zonës, për gjithë bashkinë e Librashtit. Ju ftoj ta vizitoni, mos hezitoni, vendet duhet t'i rezervoni sepse ka shumë kërkesë, sidomos në këto bujtina dhe hotelet e zonës. Ju ftoj të vini dhe pastaj të jepni konkluzionet tuaja për këtë zonë. Ju faleminderit.